Përshëndetje të nderuar miq, jemi drejt për drejt nga Pallati i Sportit Aslan Rusi në Tiranë, ku pritet të nisë takimi i tretë gjysmëfinal mes Beslidhjes dhe Vllaznisë, derbi i Veriut, që sot zbret në Tiranë, teksa ndeshjen e fundit e ka luajtur në Shkodër në një atmosferë fantastike, me një pallat sporti Qazim Dervishit të mbushur plot, dhe ndeshja ka qenë vërtet e ekuilibruar dhe fort deri 5 minutat e fundit, teksa takimi ka qenë me vetëm një pikë diferencë. Aty mëtej Beslidhja ka një parcial të thellë, do thoja 15-1, arrin të shkëputet dhe fiton këtë ndeshje 74-92. Besoj ka fituar ndeshjen kyç të kësaj serie, ndeshjen e dytë. Seria udhiqet nga Beslidhja 2-0, por padyshim që kjo besoj është ndeshja më e rëndësishme, ajo në Shkodër, pasi sot favorit është skuadra e Beslidhjes, kërkon vetëm këtë fitore për të shkuar në finale, për të vazhduar rrugën drejt mbrojtjes së titullit kampion. Ndërkohë që Vllaznia patjetër do të kërkojë fitoren që ta shtyjë serinë dhe të shkojë në ndeshjen e katërt në Shkodër. Do të jetë vështirë, sepse Vllaznia kujtojmë që ka dy mungesa dhe mendoj mungesa më e rëndësishme është Wilkins, amerikani, që ka bërë vërtet një sezon shumë të mirë, për shkak dëmtimi ai mungon. Megjithatë, skuadra e Vllaznisë ka patur deri përpara play-offit përforcime mjaft të mira, do thoja Taker është shumë interesant, që ka qenë dhe më parë dhe pra me Vllaznin dhe e njeh kampionatin shqiptar, ndërkohë që në krahun tjetër Beslidhja është e plot, ka lënë atë periudhë nga shkurtje sipër, pra nga finalja e kupës që ka qenë pikërisht përballë Vllaznisë, dhe pati dy dëmtime shumë të rëndësishme që ishin Weeks dhe Hamati. Vetëm 2 javë më vonë do t'i dëmtoj edhe Bowers, dhe kujtojmë që me këto 3 mungesa vijoi për disa javë në kampionat, por në ligën unike Beslidhja mundi që të rikuperonte Hamatin, Weeks deri diku, ndërsa Bowers jo, e megjithatë e mbylli në vendin e tretë pra ligën unike. Ndërkohë sezonin e rregullt e mbylli në vendin e parë me 19 fitore dhe një humbje, vetëm një humbje, dhe këtë humbje ja shkaktoi 2 javët e fundit, ja shkaktoi Vllaznia këtu në Tiranë. Ishte vërtet një humbje surprizë, por Vllaznia vërtet që bëri një fazë të dytë mjaft të mirë. Dhe kujtojmë, do të fitonte edhe me Apollonin në Shkodër me 30 pikë diferencë ndeshjen e fundit, javën e fundit, për të siguruar vendin e katërt, pra që e ngjiti në play-off. Ndërkohë Tirana humbi me Beslidhjen, ndeshje që e kemi transmetuar, dhe Tirana zbriti në vendin e 5, ndërsa Vllaznia në vendin e katërt, dhe përballë pra gjeti Beslidhjen, padyshim skuadrën ndoshta më në formë. Në krahun tjetër, gjysmëfinalet e tjera janë po aq interesante, ndoshta dhe më të ekuilibruara, sepse kujtojmë që Teuta mbrëm ka fituar me kohë shtesë, me vetëm një pikë diferencë, 82-81 përballë Apollonisë, dhe seria udhiqet nga Teuta 2-1. Tashmë ndeshje e katërt gjysmëfinale do të luhet në Fier, ku Apollonia do të kërkojë të barazojë pra serinë. Gjithashtu do të veçoja edhe finalet e femrave. Nesër luajnë finalen e dytë. Flamurtari ka fituar ndeshjen e parë, një fitore me 15 pikë diferencë. Flamurtari ka fituar në Vlorë, ndërkohë nesër ndeshja e dytë luhet këtu në Aslan Rusi. Pra Tirana do t'i zhvillojë këtu ndeshjet e saj finale, jo në Farihoti. Dhe do të jetë pra finale e dytë, do të përpiqen padyshim që të barazojnë serinë. Ndërsa sa i përket fazës play-out, siç dhe kemi transmetuar javën e kaluar, atë ndeshje me fitore të thellë të Tiranës përballë Elbasanit, pra Tirana duke fituar dhe në Elbasan 2 ditë më parë, ka siguruar zyrtarisht pra qëndrimin në Super League, ndërsa Elbasani do të vijojë në kategorinë e parë. Gjithashtu dihet dhe Partizani që ngjitet pra në Super League. Gati tashmë për të nisur treshja e gjykimit, kujtojmë, do të jetë Edison Gjoni, do të jetë Gilbert Hoxha dhe Ani Balliu, të 3 gjyqtarë ndërkombëtar. Dhe gati gjithçka për të nisur këtë sfidë, e cila është tetë interesante mes Beslidhjes dhe Vllaznisë, ku kujtojmë që mendoj dueli më i fortë do të jetë mes dy qendrave, sepse Weeks ka luajtur mirë në ndeshjen e parë, mesatarisht do thoya në të dytën, pasi në gjysmëfinalen e dytë ka luajtur më mirë Bernard, pra për ekipin e Beslidhjes, por mos harrojmë dhe Hamatin me double-double, ndërkohë që
për ekipin e Vllaznis në mënyrë konstante në të dy ndeshjet ka luajtur Walton, lojtari që ka topin. Walton ka luajtur vërtet mirë me të dy ndeshjet me double-double. 20 pikë në të parë dhe 13 toma tabel dhe 21 pikë në të dytën dhe 14 toma tabel, e curim mjaft e mirë. Ndërkohë topin e ka Gerik. Shohim tani Bernard që provon për 2 dhe shënon. Shënon janë 2 pikë të para të beslidhjes, 2-0 udhëheq me koshin e Bernard që sot pra ka nisur me një treshe amerikane, pra Bernard, Gerik dhe Wicks. Gjithashtu është Alimani në peshën e parë, pra një ndryshim ky interesant, besoj për mbrojtjen më tepër ka menduar Bilali, Alimani është mbrojtës i fortë dhe Hamati. Megjithatë të barazojt rezultati 2-2, shikojmë në krahun e Vllaznis, pra që patjetër kemi shumë kuriozitet për ta parë sot si do ta luajë këtë sfidë, sepse e përmenda ka dhe 2 mungesa që peshojnë. Por Vllaznia ka bërë një paraqitje të mirë në sezon me treshen e shqiptarëve Gjeçaj, Memçaj dhe Shesani, dhe sot gjithashtu i bashkojnë në formacionin e parë Arnold dhe Walton. Ja dhe gjuajtja e Arnold nuk ka shënuar, vijon rezultatit 2-2 i barbart. Shikoni pasin e bukur të Bernard, por e ka vjedhur Memçaj. Ndërkohë Walton ka bërë sezon mjaft mirë. Është shumë konstant që nga fillimi i vitit me Vllaznin. Ndoshta Vllaznis u bashkuan pak vonë pjesa tjetër, grupi tjetër i të huajve. Edhe Gjeçaj kujtojmë që ju bashkua në fazën e dytë. Por sidoqoftë faza e dytë ishte më e mirë, shumë e mirë për Vllaznin në një Super League që këtë vit ka qenë vërtet e vështirë. Shumë e vështirë, duhet thënë, Teuta sezon shumë i mirë, Apolonia sezon shumë i mirë, që dhe mund të siguronin pra një vend në 4 më të mirë. Ja dhe topja të poshtë tek Gjeçaj që gjuan për 2 dhe shënon. Realizon Gjeçaj duke quar tani në 2-4, udhëheq skuadra e Vllaznis në këtë transfer. Derbi veriut pra, që ndoshta nga Ecuria, sidomos në kup, ku dhe dolën bashk në finale, u mendua që mund të ishte në finalen e madhe, por duhet thënë që Teuta ka bërë një paraqitje shumë të mirë gjithashtu me amerikanët e saj që vërtet impresionues. Do ta veçoja Morton dje në ndeshjen me Apollonin që ka shënuar një triple-double, që është i rrallë në kampionatin shqiptar, 16 pikë, 18 toma në tabel dhe 13 asist, pra i rrallë triple-double në Shqipëri. Por ai ka bërë vërtet një super ndeshje dhe amerikanët e tjerë, ndaj dhe Teuta nuk është rastësisht pra në vendin e dytë dhe tani me një fitore larg finales. Ja dhe Bernard. Topet tek Wicks. Shikoni çfarë dueli mes dy qendrave. Hamati si e kalon tek Alimani. Alimani ndërkohë kërkon aty poshtë Hamatin dhe ai sakt barazon 4-4. 4-4. Dhe sulmi me qetësi tani nga shkodranët. Arnold i cili futet deri poshtë dhe sakt. Vllaznia dhe njëherë avantazh 4-6. Është interesante dita e sotme këtu në Aslan Rusi, sepse janë luajtur dhe gjysmë finalet për moshën nën 18 vjeç, pra U18, dhe pas këtij takimi në orën 20 do të jetë një gjysmë finale, pra e dyta, shumë e bukur, pritet të jetë shumë e bukur, e U18-s, pra mes Dinamos dhe Beslidhjes. Shumë interesant kampionati U18, para pak ditësh ka përfunduar dhe kampionati U16 për djem, Dinamo e ka fituar. Ndërkohë që ka mbetur nga mosha tashmë U18 dhe kujtojmë U20 që finalen do ta ketë më 27 prill. Pjesa tjetër e moshave i ka dorëzuar tashmë trofet tek vajzat. Ja ndërkohë dhe gjuajt e kujtojmë U16 është fituar nga Përmeti, U18 nga Tirana dhe U20 nga Goga, pra për vajza, për femra. Hamati ka marrë tomin tabel, vijon 4-6 rezultati, Vllaznia në avantazh, Gerik gjuan nuk ka shënuar, e ka marrë tani Walton. Ja ndërkohë dhe depërtimi i Shestanit, por gjyqtari ka përshkruar për një faull që në fillim
Gjithashtu kanë përfunduar dhe kampionatet U14 për vajza Tirana dhe për djem superior skuadër e qytetit Tiranës, pra mosha nën 14 vjeç. Ja dhe një Walton, ndërkohë Gjeçaj dhe topin e ka marrë tani Bernard. Bernard e kalon aty tek Mati. Mati cili kërkon tani gjuajtën për 2, nuk e ka shënuar dhe e ka marrë Gjeçaj. Nisë ndërkohë Shestani. Shohim Shestani cili ka ndaluar për 3, sakt. Shumë interesante vllaznia sot. 4-9 udhëheq, vllaznia me +5. Ja dhe një Bernard. Padyshim për të ardhur keq për dëmtimin që ka pasur Wilkins, lojtari i vllaznisë, një lojtar spektakolar do thoja në zhytjet që ai bën gjatë ndeshjes, shumë atletik, është viti 2 që luan me vllaznin. Ndërkohë që loja ka ndaluar, pra kemi një faull dhe do të kemi gjuhë të lira për Alimanin. Ja dhe Alimani. Sakt 5-9. Memçaj provon dhe ndërkohë aty poshtë Walton kërkon dhe faull. Nisë tani Alimani. Ja më herë Brian Bernard për tek Alimani cili kërkon 3 pikë, nuk e shënon, nuk e preka skoshin, kështu i takon edhe vllaznis. Shestani. Ndërkohë dhe një Memçaj aty tek Shestani. Arnold nuk arrin dot të shënojë për 3. E ka marrë tani Gerik, i cili kalon përpara dhe faull, ka përshtypjen që ka patur një kontakt që në rastin e parë. Megjithatë jo aq sa për të faull, ja këtu është kontakti i parë. Këtu më tej e ka mbajtur në një farë mënyrë Gjeçaj, një faull taktik për të mos vazhduar kundër sulmin. Tani Alimani është zëvendësuar dhe është futur Reeves tek Beslidhja, është bashkuar vetëm javët e fundit Reeves, pra përpara play-offit. Ai është një lojtar shumë cilësor, ka luajtur me Prishtinën, ka luajtur në disa skuadra të ndryshme në Europë, edhe me Nuimburgun në Çeki, e përmenda edhe në transmetimin e Tiranës, sepse është një skuadër që luan në Champions League-ën e FIBA-s. Wicks dhe që tani ai ka firmosur, pra që para se sa të mbyllet sezoni, Reeves ka firmosur në Azerbajxhan, që është me një kontratë të paktën ajo çfarë qarkullon, një kontratë rreth 5 deri në 7 fish nga paga që përfiton ai sot tek Beslidhja, kështu që është vërtet lojtar mjaft cilësor. Të shikojmë gjatë play-offi si do të arrit përshtatet me ekipin e ri, pra me Beslidhjen. Ja ndërkohë Wright, i cili ka hyrë tani nga Stoli, Wright për 3, nuk ka shënuar, vijon rezultati 5-9 udhëheq vllaznia. Dhe ndërkohë Amati për 2, sakt, shënon Amati. E ka marrë tani Arnold. Wright. Shestani, bukur Memçaj për 3. Sakt. Bukur qarkullimi. Pasim pas pasimi, derisa kanë gjetur aty në cep Memçajin dhe 7-12 rezultati, gjithmonë +5 vllaznia. Ndërkohë, topin e ka marrë Arnold. Ja është Wright, i cili e ka humbur topin. Reeves, ecën përpara Bernard. Wright ka marrë topin tabel. Edhe njërë tek Memçaj. Ndërkohë që topin e ka marrë sërish Bernard. Edhe vërtet që Qazim Dervishi në këto ndeshjet e fundit ka qenë shumë interesante, ashtu siç e kemi parë prej vitesh në Shkodër, në këto takimet e fundit të rëndësishme me Tiranën, me Apollonin, e gjithashtu me Beslidhjen gjysmëfinal, pra
Do thoja që atje janë rikthyer fuqishëm tifozët. Shohim tani dhe rezultatet. Topin e ka Gerik. Ja dhe gjuetja nuk ka shënuar. Weeks i fort në tabel. Provon për 2 dhe faull. 7-14 rezultati. Me plus 7 Vllaznia. Fillim ky i vështirë për Beslidhen do thoja sepse kanë kaluar 7 minuta e gjysmë dhe kanë shënuar vetëm 7 pikë. Prodani në lojë Bernardo Tulet. Është futur edhe Engel për ekipin e Beslidhes pra. Është ulur, kujtojmë, Alimani, është ulur Gerik edhe Bernard, 3 zëvendësime Beslidhja. Ja edhe Vllaznia do të rifuzë Gjeçaj në lojë dhe me shumë mundësi do tulet Walton. Do tulet Walton, ka të bëj me personalet. Do të shikojmë si do ta luajë tani Vllaznia sepse nuk kam asnjë qendër në fushë. Ndërkohë që Beslidhja ka praktikisht 2 edhe Weeks edhe Hamatin. Kështu që do të luajë një basketbol më të shpejt. Tani Vllaznia të shikojmë sidomos gjuajtjet për 3. Weeks të dytën nuk e ka shënuar, topin tabel e ka marrë Memçaj. Memçaj pasimin direkt, të dytë ka Wright. Wright në fund pasin tek Gjeçaj që po kërkon një hapësirë. Memçaj, Shestani, sërish e dytë ka Arnold. Arnold, Shestani. Ja në fund gjuetja. Jo e sakt dhe kështu niset Amati. Me një Prodani. Pasin tek Amati. Amati ndërkohë kalon më njëherë tek Engel dhe ka shkelur vijën ansore. Kështu që është jashtë, i takon edhe një herë Vllaznis, pak e çuditshme kjo. Beslidhja pra që po vuan pak në sulm 7 pikë në 8 minuta. Ndërkohë që Vllaznia nuk është se e ka shfrytzuar maksimalisht këtë fillim pak të vështirë në sulm të Beslidhjes sepse diferenca është në favorin e tyre me plus 7, por mund të kishin shkuar shumë më tepër. Megjithatë, ja ku shënoi Gjeçaj, bërë një fazë të parë pra në kampionatin e Kosovës me Bashkimin dhe fazën e dytë tani me Vllaznin, 7-16. Vllaznia në udhëheqje me plus 9. Reeves po nuk vazhdon dot, Memçaj ja ka marrë topin dhe madje Reeves ka shkaktuar edhe faull. Nuk e di pse ky fillim kështu për Beslidhen dhe tani Bilali e ndërpret, merr pushim. Duhet padyshim që ai t'i shkund pak të tjetër për këtë fillim. Nuk e di nëse është një farë neglizhencë, një farë vetkënaqësie me atë fitore që morën në Shkodër, pra duke menduar që atje të mbyllur serin, po seria nuk është mbyllur. Dhe në një farë mënyre duket një farë fillimi ngadalë, një farë neglizhencë, ndoshta Vllaznia ka marrë avantazh me plus 9. Mund të ishte shkëputur edhe pak, nuk është keq, 7-16, mbet edhe 1 minutë e 31 sekonda nga perioda e parë. Por e përmend edhe Vllaznia ka tek tuk një gabim, sepse mund të kishte shkuar mbi 10 pikë. E gjatë nuk është keq sepse janë në transfer të fundit. Ndërkohë që Bilali provoi një herë me 3 zëvendësime, duke menduar që duke lëvizur pak me rotacionin dhe me stolin, mund ta ndryshonte brenda periudhës parë me lojtarë që do të vinin nga stoli. Nuk ka ndodhur. Si rrëdhoi ai ka marrë tani pushimin për të ndryshuar pak rrjedhën e lojës. Vetëm 2 qendrat nuk i ka ndruar, 3 lojtarë të jashtëm pra i ka zëvendësuar. Ndërkohë Vllaznia nuk e ka këtë mundësi të bëjë rotacion me kaq shumë lojtarë, ka aktivizuar vetëm Wright dhe tani u fut pra Gjeçaj në vend të Walton. Pjesa tjetër ndoshta pak më e tërhequr. E përmend edhe me 2 mungesa nuk është e lehtë. Shikojmë tani në 1 minutë e 31 sekonda që mbeten nga kjo periudhë e parë. Fillimi interesant. Padyshim sepse shumë kush duke parë rezultatin e serisë 2-0 e ka menduar sot përfunduar. Ja dhe Arnold. Arnold i cili po sheh që mbrojtja e Beslidhes ka kaluar në zonë. Wright, Gjuan. Një 3 pikë që nuk e shënon dot, topi sigur del vetë në fund, kundër sulm tani me Amatin.
Pasi në cep tek Engel, Gjuan dhe shënon Engel si gjithmonë aty tek korneri, tek cepi ti preferuar. E ka realizuar 3 pikën e tij të parë, kështu rezultati 10-16, Vllaznia udhëheq me +6. Ja dëvërtimi. Ndërkohë Wright, merr edhe një herë Arnold. Pra ka kaluar në zonë Beslidhja 2-3. Ndërkohë që kërkon dublim nëse dëgjuat. Memçaj për 3 shënon. Kërkoi një dublim Bilali aty tek Memçaj dhe u dëgjua fort që po i bërtiste lojtarëve të tij, kërkoi dublim aty anash, por Memçaj u tregua pak më shpejt, e gjuajti përpara dublimit dhe arrit ta shëronte duke quar edhe një herë në +9, pra 10-19, pra në këto 10 minuta të para, sepse kanë mbetur vetëm 19 sekonda nga periudha e parë. Shohim tani gjuajt e lira për Weeks, ndërkohë po bëhet gati Hysa. Hysa tani në fundin e periudhës së parë. Weeks të parën pak sert, kishte edhe pak më parë gjuajt e lira. Mbeti pa ndryshuar rezultati, 19 sekonda mbeten. Mirë po, ai nuk arrin do të shëroj asnjë nga të dyja. Kështu jep kohë për një sulm të fundit tani Vllaznis. E ka Arnold. E luan lart, nuk pasoi tek Gjeçaj, mund të ishte një mundësi e mirë aty. Ja dhe një për 3. Traktore e lartë kjo, e Memçajt nuk ka shënuar. Kujtojmë për Vllaznin, pra shfutur edhe Taker, ja dhe gjuajtja dhe mbyll këtë periudhë të parë. Pra për Vllaznin u fut edhe Taker, lojtar që u bashkua në fazën e dytë Vllaznis. Dhe shikojmë tani sepse duket do të luajë me 2 organizator, ndoshta për ta ndryshuar pak sulmin, duke qenë se Beslidhja e kaloi në zonë 2-3, kështu që preferon besoj Llazani që të luaj me 2 organizator lartë paralel. Ndërsa nga ana tjetër, pra Beslidhja provoi me zonë, por jo një zonë klasike 2-3, duke kërkuar gjithmonë dublimin lartë, ose tek organizatori, ose dhe anash, pra tek ansori, pra në 45 gradë. Ndërkohë që Vllaznia e provoi edhe pa Walton. Tani e ka rifutur sërish. Është do thojë qendra e vetme që mund të mbaj pesh. Pra 40 minuta për Vllaznin, por nga kjo zonale tani do të shikojmë si ai do të gjendet komod apo jo, dhe duke vendosur 3 poshtë pra Bilali në mbrojtje, atëherë Vllaznia po luan me Waltonin, por edhe me Gjeçajn poshtë. Megjithatë ta shikojmë, ndoshta ishte vetëm për një rast, për një mismatch, sepse ka patur një lojtar më të shkurtër se vetja. Do ta shikojmë rrugës. Ndërkohë që Beslidhja e nis tani periudhën e dytë me Prodanin, Engel, Bowers, Hamatin dhe Hysën. Pra ka bërë zëvendësim sërish, e ka ulur Weeks, ka luajtur gjithë periudhën e parë në fakt. Dhe Bowers futet për ta ulur pak shtatlartësinë e Beslidhjes dhe për ta bërë me 2 qendra 4. Luan me Prodanin në organizim dhe me 2 sniper, me 2 gjuajtës siç janë Engel dhe Hysa. I duhen pik, pra mund të ketë hequr pak dorë Bilali nga mbrojtja e lojtarëve të jashtëm, po ka futur 2 gjuajtës, 2 sniper, sepse i duhen pik. Pra 10-19, në fakt jo fort normale që Beslidhja, që çdo ndeshje ka mbyllur me mbi 100 pik, paktën në kampionat, sot në 10 minutat e para shënoi vetëm 10 pik. Arnold. Ja dhe një Shestan. E pason tek Taker. Taker aty poshtë ku po provon Walton dhe gjyqtari ka parë një faul. Gjyqtari Gilbert Hoxha që është aty poshtë në vijën fundore. Një të shtyrë që jep Vllaznisë edhe një herë topin nga vija fundore, 14 sekonda ka sulmi tyre.
Shohim tani pas bllokut, topin e merr lart Walton. Ndërkohë kalon edhe herë tek Shestani. Shestani i cili ka përballë Prodanin, pasi direkt aty tek Gjeçaj. Kërkon Waltonin poshtë, Waltoni dubluar. Në fund ka 3 vet, jo 2, Gjuan edhe fall. Po, falli është dhënë. Koshi nuk është i vlefshëm, u shënua më vonë, më tepra, më pas nga falli, por që Walton do të ketë 2 gjuhë të lira. E pam jo 2, po 3 lojtarë i patim mbi shpinë derisa i erdhi falli dhe tani 2 gjuhë të lira. 9 minuta nga kjo periudhë e dytë. Ja e para që e çon në plus 10, 10 me 20. E veçantë kjo, e veçantë shumë. Mirë po, duhet thënë që në takimin e parë që është luajtur këtu, pra një javë më parë, mes 2 skuadrave, pjesa e parë ka përfunduar e barabartë dhe Beslidhja është shkëputur vetëm në periudhën e 4 që e fitoi me 13 pikë diferencë. Në takimin e dytë në Shkodër, në periudhën e parë ka qenë Beslidhja me plus 10. Mëtej Vllaznia pak ka arritur që ta barazoj dhe shkëputja e Beslidhjes ka ardhur në fund, pra në 5 minutat e fundit periudhës 4. Kështu që ky fillim i tillë ndoshta ndonjë surprizë e madhe nuk është. Vllaznia ka skuadër të mirë, por ajo që të surprizon është vetëm që Beslidhja ka shnuar pak pikë. Megjithatë Hamati shënoi tani për 2 dhe ka dhënë gjuhë të lirë, 12 me 21. Shohim tani dhe gjuhën e lirë që është e saktë. Hamati ndër më të saktit në kampionatin shqiptar për gjuhët e lira dhe ka çuar tani diferencën në 8 pikë, 13-21. Jadir Arnold. Duke se ka një faull aty përpara në driblime sipër. Topi do të rinis nga vija nësore. E ka marrë tani dhe njërë Arnold. Ja ndërkohë gjuhetja. Pak e tepruar kjo. Ndërkohë që topi ka dalë jashtë dhe i takon me sa duket. I takon Vllaznis dhe Gjoni që e sqaron trajneri Bilali të Beslidhjes që prekja fundit është nga lojtarët e tij. Ndërkohë Shestani. Gjeçaj. Nuk arrin dot. Dhe përfundon 24 sekondë i sulmit. Kështu që i takon edhe Beslidhjes. Gjuhet e pak më parë, në fakt, nuk ishte fort e mirë ajo, Arnold pak e tepruar me atë step back, po pa forcë që nuk preku as koshin. Edhe njërë tani, topi tek Bowers. Ja dhe gjuhetja. E shënon, koshit i parë, realizon. Dhe kështu 15-21, udhëheq pra me 6 pikë në këto momente, ndryshon pak rrjedha e lojës. Vetëm 6 pikë avantazh për ekipin e Vllaznis dhe humbet këtë gjuhetje Arnold. Ndërkohë kalon dhe njërë lart aty tek Shestani. Ja dhe depërtimi më pas i Tucker, gjuhetja nuk shënon. Ecën dhe njëra Mati i cili në fund pason për tek Hysa. Hysa për 2, sak. Kosht personal është hera e dytë radhazi që Beslidhja shënon, por merr dhe faull pas Amatit tani dhe Hysa. Ai ngërçi periudhës parë, nuk e di pse lidhet me 2-3 momente jo të mira të amerikanëve, Bernard apo ndoshta dhe Weeks, ndoshta dhe Gerik. Ndërkohë që tani me një grup interesant në fushë do thoja me Hysën, lojtar kërkues gjithmonë i koshit, Hamati po ashtu. Ndërkohë kërkojnë vijen e prekur nga stoli Beslidhjes, gjyqtari thotë jo. Topi tek Shestani. Gjeçaj që ka marrë faull dhe shikojmë për cilin është me sa duket Prodani në ndërhyrje, ai e ka shkaktuar faullin. Ndërkohë që nga stori Beslidhjes i kujtojnë lojtarëve që duhet të kenë kujdes me fallat. Duhet të kenë sepse ka kaluar 2 minuta e gjysmë dhe që tani Beslidhja ka plotësuar 5 personalet, imagjinoni që tani Vllaznia mund ta shfrytëzojë sepse ka hyrë në bonus, por ka faull në sulm në këtë rast dhe koshi nuk është i vlefshëm. 18-21 rezultati, me plus 3 është Beslidhja, pak e veçantë kjo.
sepse Vllaznia nuk e mbajti dot këtë avantazh dy shifror që pati në fillim të kësaj periode. Prodani, Hysa. Ja dhe Engel. Shohim Engel. I tjerë kalon aty, jo, e ka vjedhur Walton. Ishte Bowers pozicion shumë mirë. Megjithatë Arnold Shestani ishte lojtari i Beslidjes. Walton ndërkohë gjuan, nuk shënon. Ndoshta tani dhe po nxitohet pak skuadra Vllaznisë, paktën 4 sulmet e fundit janë të tilla dhe kanë ngecur tek kjo shifër, pra 21 pikë, që kur rezultati ishte 12-21. Ndërkohë gati për të hyrë, për të futur në lojë edhe Memçaj edhe Wright, dy lojtarë tek Vllaznia. Ulet Tucker, ulet edhe Gjeçaj. Avia fundore tani. E ka nisur Hysa me Engel fare i lirë. E gabimi mbrojtjes. 3 pikë i dyti Engel është një lojtar sniper që nuk mund të lihet ashtu i lirë. Dhe ja ku ka barzuar tani Beslidja 21-21. Arnold me të majtën, nuk shënon. Por vetëm me tabel, po sakt. +2. Vllaznia kalon në +2. 21-23. Është vërtet interesante sepse pas stolit të Vllaznisë janë një numër jo i vogël tifozësh të Vllaznisë pra që kanë udhëtuar nga Shkodra dhe po shohin këtë takim, këtë ndeshje. Ndaj dhe përmenda që tifozeria shkodrane mbetet e madhe në numër, madhe dhe në transfer, kjo është interesante. Ja dhe njerë, Bernard. Hysa. Lart tek Engel dhe nuk ka shënuar. Ecën përpara tani edhe njerë Arnold. Shkon tek Wright. Memçaj e ka të vështirë aty në cep, por që pasin e jep tek Shestani, mbrojtja pak më agresive tani. E nuk po i le hapësirë, Shestani duhet të kontrollojë kohën, ka dhe 3 sekonda. 2 sekonda i gjuan vetë, nuk ka zgjidhje tjetër dhe nuk shënon. 21-24 rezultati, udhëheq Vllaznia me 3 pikë. Ndërkohë që sulmen kanë dhe njerë djemt Lezhjan me Hysën. Pasja dy poshtë, Hamadi, bukur. Bowers, nuk ka zhytje. I bukur bloku. Arnold. Në fund me të djathën. Madi me të majtën në këtë roveshat. Nuk ka shtuar për ka faul. E çfarë bloku aty në momentin e fundit. Bowers që po i drejtoi një zhytje, ndërsa ky është faulli, shikoni. Ka kërkuar këtë roveshat, por faulli ka ardhur nga Hysa më përpara pra. Në trup. Aty e ka humbur ekuilibrin dhe nuk e ka shnuar dot. Mirë po, në moment 2 do të shohim edhe atë blok shumë i veçantë, shumë i veçantë. Blok në zhytje ndaj Bowers. Tani 21-25. Vllaznia është me +4 dhe shkon në +5. 21-26. Weeks do të hyjë në lojë, do të ulet Hamati. Hamati ulet për herë të parë sot. Gjithë të tjerë tek Beslidja kanë bërë rotacion pra dhe janë ndruar. Nisë tani edhe njerë Bernard, por aty ka fall në triblim. Por edhe Vllaznia i ka plotësuar 5 personalet, pra të dy ekipet. Të dy ekipet kanë hyrë në bonus, edhe ndoshta janë nxituar pak me fallat. Ja bloku, ne po e shohim përsëritur, shumë interesant. Me Hajt Sakërcen, Bowers me gjithë fluturimin e tij në zhytje, i vjen bloku nga pas, totalisht i pastër, dhe për këtë vërtet i përgëzoj gjyqtarët sepse gjithmonë merret përballë faktit që është ndërhyrje nga pas dhe shpesh jepet fall, por në rastin konkret është i pastër në top, kështu që ai blok ishte pra i rregullt. Ja dhe gjuajtja e sakt e Bernard. Shikojmë tani 22-26, 4 pikë diferencë. Arnold tek Shestani. Ja ku është edhe njerë Walton, i cili po e sheh mbrojtjen zonë dhe duhet çaj 2 vet. Bukur me forcë, edhe faul, dhe kosh.
22-28 plus 6 Vllaznia janë e shojnë përsëritur, ndërkohë që Wix ka një pretendim dhe gjyqtari ka sqaruar pak më parë. Ndoshta mendoj i vetmi pretendim që mund të ishte në këtë rast, mund të ishte pjesa e hapave, që mund të jetë shkëputur në fillim me hapa. Pra kur ka kërcyer aty para kontaktit, por më tej kontakti ishte dhe kështu shkoi në plus 7 Vllaznia 22-29. Hysa Wix që provon, bukur. Shënon. Kosh është i vlefshëm. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Ja e shikojmë edhe një herë falli është nga Walton. Çuditet Walton këtu me këtë fall. Mirë po Walton tani rrezikon sepse jemi në mesin e periudhës së dytë dhe ai është që tani me 3 falla. Është lojtar i fuqishëm. Është lojtar masiv, lojtar që vërtet mbron fort aty poshtë, por në të gjitha ndeshjet ne kemi transmetuar Vllaznin disa herë këtë vit dhe me Tiranën, por dhe me Beslidjen. Pra Walton ngarkohet shumë shpejt me falla. Ky është problem jo i vogël për të. Është një lojtar që dhe nervozohet. E kujtojmë pak me Hysena gollin aty me Tiranën, edhe i plotësoi 4 personale që në pjesën e parë. Ndërkohë 25-29 me 4 pikë diferencë. Oh, sakt right. Për 3 shënon 25-32. Shumë interesante sepse Vllaznis sot po i përgjigjet mirë 3 pikëshi. Ja Wix. Oh, çfarë humbi? Nuk e besoj dot. Ndërkohë që ka faull. Fare lehtë për Wix. E ka humbur atë gjuajtje vet. E çuditshme, bëri gjithë atë lëvizje. Më tek këtu është falli që nuk e shmangnin dot dy lojtarët e Vllaznis, por që Wix humbi një kohë të sigurt dhe rezultati 25-32, 7 pikë plus. Pra pozitive është që Vllaznia nuk u ndikua shumë nga i barazim kur shifrat shënonin 21-21. Dhe ishte një parcial shumë i mirë Beslidjes. Ishte 9-0, pra nga 12-21 u barazua 21-21 dhe tani jemi pra 25-32 dhe e dyta e sakt. Mirë po Wix vazhdon të ketë probleme me gjuhë e lira, ndërsa po shihej një moment të trajneri Vllaznis që ka kërkuar pushimin. Mirë po duke qenë se topi fut në lojë nuk e morën dot. Ja dhe Shestani për 2, sakt Shestani. Një ujk i vjetër i Koshit, Robert Shestani shënon këtë gjysdistant 26-34. Ja dhe depërtimi Hysës. Nuk shënon. Topin e ka marrë Arnold. Dhe aty Hysa me sa duket ka shkaktuar faull. Ja të shikojmë se sa ka shkuar Hysa tani në personale. E përmend këtë sepse të gjithë lojtarët janë ngarkuar. Hysa me 3. Dhe e konfirmon tavolinë gjyqtarisë me 3 falla. Hysa dhe do të ndrohet. Edhe ai rrezikon, kështu që ulet Hysa dhe në lojë është Gerik. Gati është edhe Reeves. Do të ulet edhe Engel. Pra e përmenda pak më parë, vërtet që duheshin kosha dhe i futi të dy këto sulmues që janë spikatur në gjuhët e tyre, por mori shumë pikë dhe tani i duhen mbrojtësa, kështu që futi Gerik që është edhe sulmues shumë mirë, po është mbrojtës interesant, ai bën interceptime shumë. Futi Reeves dhe futi dhe Hamatin, që është që pikë kyçe, pikë shumë e rëndësishme, ka pushuar diku tek 2 minuta, jo më shumë. Dhe tani Hamati futet për mbrojtjen sidomos për tabelën. Nuk e shënon Arnold të, pra 26-35, Vllaznia udhëheq me plus 9. Ja dhe Bernard. Në tribunë është vërtet një numër i lartë shikuesish këtu në krahun ku ne ndodhemi. Ja dhe Vjedhja Arnold, i cili po shkon në shtytje. Depërtimi mirë, me të majtë shënon. Dhe kështu Vllaznia ka kaluar tani në plus 11. E veçantë kjo shumë. 26-37, Beslidja merr pushim, e ka marrë pushimin e dytë të kësaj pjese të parë. Vllaznia ende, ja, po e dëgjoni në sfond besoj. Tifozët e Vllaznis këtu në Aslan Rusi, pra 2 pushime i ka marrë Beslidja, ndërsa Vllaznia nuk ka kërkuar asnjë pushim.
Dhe është komode, pak më parë në fakt Vllaznia donte një pushim, por tani duke qenë se rodhën ngjarjet kështu, Beslidja e kërkoi dhe e mori. 26-37 si period të parën pra Beslidja shënon 10 pikë, tani të dytën 16 pikë. Nuk është shumë. Për standardet e Beslidjes nuk është shumë. Pra Beslidja edhe në Shkodër para 3 ditësh edhe në Shkodër ka shënuar 92 pikë në transfert. Sot nuk është në këto standarde, në këtë përqindje. Gabon gjuhët e lira, gabon disa gjuhët të lehta po shkoshit. 3 pikësha, kujtoj ka shënuar Engel, pjesa tjetër pak e papërfshirë tek ky element shumë i rëndësishëm pra tek 3 pikëshi. Dhe është një rotacion që po vazhdon dhe Bilali nuk po gjen një shtys nga një lojtar që të marrë skuadrën përsipër dhe i japi drejtim tani në momentet e vështira. Në fakt prisja shumë nga Reeves, por që ende nuk po merr dha i përsipër. Ndërsa në kraun tjetër Vllaznia ka një shpërndarje shumë interesante. Vërtet që duket sikur gjithë volumin e lojës e bën Arnold, dhe ai vërtet që ka shënuar dhe ka një pjesë pra me peshë në sulmin e tyre. Por pikët janë shënuar, ka shënuar Wright, ka shënuar Memçaj, ka shënuar Gjeçaj, Shestani shënoi pak më parë, Walton gjithashtu dhe tani është soi prej fallave. Pra kjo është interesante sot për Vllaznin që ka një shpërndarje më të barabartë të pikëve. Hamati, edhe falli. Kështu që do të kemi dy gjuhë të lira për Hamatin, ndërhyrje fort. Ndërhyrje fort aty në trup. Dhe këtë vit ai ka patur një dëmtim gjatë fort. Një dëmtim që fillimisht pra në testet e para ishte një dëmtim për të mbyllur sezonin, por më tej pak duke se rikuperimi shkoi mirë dhe ai u kthye në fushë. Por që qëndroi rreth 2 muaj jashtë. Pra humbi Final Fourin, humbi një pjesë kampionatit, Final Fourin jo të Ligës Unike sepse luajti, jo ndoshta në formën e tij maksimale me gjatë luajti. Ja ndërkohë Arnold, gjuajtja dhe shënon. Ky është një problem shumë serioz tani për Beslidjen. Arnold e çon në plus 12, 27-39, sepse duhet që të gjej një mbrojtës të përshtatshëm për të, pasi e ka kthyer në lojë 1-1 dhe po i funksionon organizatorët e Vllaznisë. Ja ku futet Gerik, bloku i Memçaj dhe faull. E shtyr, thot gjyqtari Balliu, kështu që do të ketë dy gjuhë të lira. Gati tani për një ndrim tjetër Vllaznia do të futet Tucker. Tucker besoj Memçajn. Po, Memçajn sepse edhe ai ngarkohet me faulla. Realizon Gerik. Kështu pra 28-39 plus 11 Vllaznia. Interesant, ende nuk ka marrë asnjë pushim Vllaznia këtë periudhë. Po ecën mirë. Mbetet me 11 pikë. Mirë, po topi ka dalë jashtë dhe i takon edhe një herë Beslidjes me 14 sekonda. Një element kyç në këtë pjesë të parë për Beslidjen janë gjuhët e lira. Ka humbur jo pak si skuadër. Gerik. Nuk e merr Gerik, por e merr Wicks lart. Tani është me Reeves. Gjua Reeves për 2, nuk shënon. Ndërkohë kalon tani më një herë tek Shestani. Shestani tek Arnold. Arnold aty ndalon. Nuk ka mundësi të gjuaj. Pasi poshtë, bukur fintja. Edhe shënon Gjeçaj. Veton Gjeçaj, realizon duke quar në 28-41. Javën e Gerik plus 13 pra. Gerik tek Bernard. Prov për 3, sakt. Ja, ky 3 pikë që po i mungon dhe Beslidjes. Vjen tani 31-41, 10 pikë diferencë, Vllaznia në avantazh. E ka marrë ndërkohë Arnold. Aty Gjeçaj. Pasim për tek Wright. Wright provon për 3 dhe nuk shënon. Topin tabele me Ramati. Kalon përpara me një Bernard.
Bernard, i cili mbrojt nga Gjeçaj, po provon edhe për 3, po nuk shënon kësa radhe. Tomi Dabeli ka marrë pikërisht Bernard. Poshtë tani tek Reeves. 2 finte, gjuan dhe shënon për 2. Dhe shënon për 2, 8 pikë diferencë. Duhet marrë më shumë përsi për Reeves. Shestani. Gjeçaj, bukur lëviz poshtë. Edhe qarkullimi mjaft i mirë me Takerin tani. E çon në cep right, por gjyqtari thot hapa. Hapa. Kështu që i takon edhe Beslidis që do të aktivizoj Bowersin. Ullet Wicks. E çuditshme, Wicks po vuan sot edhe tani këto minuta që nuk e ka Waltonin. Sepse praktikisht në mbrojtje Vllaznia nuk ka asnjë qendër si ai, asnjë shtatë si ai. Nëse nuk po furnizohet, ky është tjetër problem. Por Wicks aty poshtë, aq shtatë dhe muskuloz, duhet ishte dominues përballë mbrojtjes së Vllaznis, që e përmenda qendrën e vetme që mund mbroj është Waltoni. Walton shtatë i fortë, por ai me 3 falle dhe në një është ulur që në mesin e periudhës së dytë. Vllaznia pra ka marrë këtë pushim të parë të kësaj pjese të parë, mbetet 1 minutë e 30 sekonda. E suri është mjaft interesante, ndoshta në fundjavë transmetuam një ndeshje që deri diku dhe na zgënjeu pak Tirana Elbasani për nivelin që u treguan atë ndeshje. Por ky takim na rikthen në ndeshjet e forta të Superligës. Dhe vërtet Vllaznia sot në transfert po bën një lojë mjaft të mirë, nuk e di se sa do të mundet deri në fund takimit. Nuk është e lehtë, por që pjesën e parë ka luajtur mjaft mirë. Ndërkohë Beslidja pak a pak po përpiqet të dalë nga ai ngërç. Nuk është periudhë e keqe kjo e dyta për Beslidjen, sepse ka shnuar 23 pikë. Por e para padyshim që ishte ajo që vërtet e pengoi në një farë mënyrë që ditën lojë në një lojë normale Beslidjen dhe paguan tani ato gabimet periudhës së parë, vetëm 10 pikë në 10 minuta. Ja Bernard. Edhe Vllaznia ka kaluar në zonë. Pasi poshtë, kombinim shumë i lehtë ky. Nuk shënon Bowers. Oh, duhet jetë dëmtuar Reeves. Duhet jetë dëmtuar Reeves. Ka mbështypjen Kavilje. Ka mbështypjen Kavilje, ka shkelur një nga lojtarët me shumë mundësi. Pra, nëse pat mënyrën se si e luajti po e ka dëmtuar Kavilje. Ja, shikoni edhe një herë. Po të shikoni, ndoshta nuk ka shkelur as këmbën e kundërshtarit, por ka shkelur në parket. Pra, ka një të shtyrë dhe është dhënë faull, dhe prej të shtyrës Reeves shkel keq në parket, pra përndrydh këmbën dhe Kaviljen dhe dëmtohet. Nuk e di nëse e mbylli ndeshjen sot, mund të jetë dëmtim për të mbyllur ndeshjen. Mënyra se si ai u rrëzua, vërtet që mund të jetë i tillë dëmtimi. Tani Engel që u fut për ta zëvendësuar, merr gjuetet e lira të Reeves. Por kundër zonalen e Vllaznis, Beslidja e luajti shumë thjesht, me topin tek qendra 4. Aty më tej nga qendra 4 zbriti poshtë tek Bowers. Bowers nuk shënoi, Reeves mori Tomi Dabel dhe më tej tentoi ku dhe u dëmtua. Shumë thjesht, pa ndonjë skem të veçantë. Tu topi tani tek Arnold me të majtën dhe njerë bukur. Sepse e qau mirë dublimin, dhe është një dublim që edhe pak më parë me Walton nuk është se funksionoi. Pra në mbrojtje, edhe kësa here Arnold e ka quar në +9, 34, 23. Dhe po i luajnë gjithmonë në tjetër krah. Ja ku jemi tani me Bowers. Bowers për 2. Nuk shënon dhe gjyqtari thot një faull nga vet Bowers. Faull nga vet Bowers, një shtyrë thot gjyqtari Gjoni. Ja, e shikojmë dhe njerë. Ja, gjuajtja. Aty të lufta në tabel,
duket e shtyrë e tërhequra me dorën e majt. Ajo mund të jetë arsyeja pse është dhënë falli. Gjuhet e tjera, pra 30 sekonda kanë mbetur nga kjo periudhë e dytë. Nuk shënon Tucker. 30 sekonda. Por që do të duk shumë e gjatë kjo periudhë e dytë sepse hynë të dy ekipet në bonus shumë shpejt dhe ka patur shumë gjuhet e tjera. 34-24 plus 10. 24 pikë Vllaznia sot në transfer. Do kujtuar që në ndeshjen e parë këtu Vllaznia ka shnuar vetëm 60 pikë gjithë ndeshjen. Dhe ka fituar Beslidja 60-73. Ndërkohë, realizon Gerik e çon tani në 8 pikë diferencën, 19 sekonda. Ka dhe gjuhet e lirë dhe ka dhe kohë për një sulm të fundit për Vllaznin. Sakt qënon Gerik. Interesant Gerik. Patjetër që duhet ai të marri pak përsipër sidomos tani dhe që e u dëmtua Reeves. Duhet Gerik të dalë tek loja e tij, tek ajo lojë 1-1, ne pam edhe në Ligën Unike luajti shumë mirë. Është parë tani pushim, është pushimi i dytë i Vllaznis. E mori këtë pushim që të organizojë sulmin, 19 sekonda për t'i marrë maksimumin kësaj periudhe të dytë. Dhe këti 19 sekondëshi. Ndërkohë që aty në storin e Beslidjes pra shohim Reeves i cili është duke fashuar Kaviljen që ndoshta vetë ai nuk ka hequr dorë, mund të provojë të luajë në pjesën e dytë, por Kavilja është gjithmonë shumë e sikletshme, sidomos momentin që dëmtohesh, kështu që është e sigurt që Beslidja do ta shmang ndeshjen e katërt në Shkodër. Sepse në rast se Vllaznia fiton sot, imagjinoni çfarë mund të ndodhë në Qazim Dervishi në Shkodër në takimin e katërt gjysmëfinal me tifozërinë që do t'i japi një shtys skuadrës dhe më tej nëse kjo seri shkon deri tek ndeshja e 5, aty është një ndeshje tek gjithçka mund ndodh. Kështu që ndaj dhe sot në këtë pjesë të dytë Beslidja do të bëj maksimumin. Shohim tani Memçaj. Ja dhe vjedhja Engel shkoni vetëm për 2, realizon. Dhe në sekondin e fundit e shënon diferenca me 5 pikë, 39-24. Një skemë e cila nuk shkoi siç duhej për Vllaznin, madje humbën topin në sekondet e fundit dhe Engel arriti pra të vjedh dhe ta shënoi. Kështu që kjo lojë rikthehet edhe një herë në barazpesh deri diku. Është totalisht në lojë Beslidja, 5 pikë diferencë nuk janë asgjë. Ndërkohë Vllaznia, sidoqoftë për aq sa bëri në pjesën e parë, duhet përgëzuar 44 pikë në transfert. Në pjesën e parë nuk janë pak, kështu që shohim me shumë interes çfarë do ndodh pas pushimit. Pjesa e dytë pas pak, Beslidja, Vllaznia, gjysmëfinalja e tretë.
Sërish bashkë miq, pjesa e dytë mes Beslidhjes dhe Vllaznisë është gjysmëfinalja e tretë mes këtyre dy skuadrave që vërtet kanë dhuruar një ekuilibër të madh në të gjitha takimet. Edhe sot kujtojmë që pjesa e parë ka përfunduar 39 me 44, Vllaznia udhëheq me 5 pikë. Vllaznia ka arritur deri në 12 pikë avantazh gjatë këtij takimi, ndërkohë që Beslidhja nuk ka mundur dot të jetë në avantazh përveç se pikët e para të fillimit të takimit. 39-46. Kjo është gjysmëfinale e tretë. Nëse arrin që Beslidhja ta fitojë, atëherë do të kalojë në finale sepse udhëheq serin 2-0. Në të kundërt, nëse Vllaznia fiton, atëherë do të kemi një gjysmëfinale të katërt në Shkodër dhe ndoshta dhe një të pestë në Tej. Ndërkohë rikuperon Hamadi në mbrojtje, interceptimi. Shkon tani tek Hysa. Ja aty edhe një herë. Ndërhyrja drejt Hamatit, kërkojnë faul krau i Beslidhjes. Ndërtimi Gjeçaj faul. Faul ndaj Gjeçaj, do të ketë dy gjuhë të lira. Ishte një pjesë e parë vërtet me ritëm, me 3 piksha. Shumë interesante. Shkojmë tani në pjesën e dytë sepse duhet thënë që edhe një pjesë e mirë lojtarëve janë të ngarkuar me personale. Shënon Gjeçaj. Pra me plus 8, Vllaznia 39-47 që duhet thënë ka shnuar vërtet mirë në pjesën e parë. E mbyllën me 44 pikë pra 20 minutat e para, ndërkohë tani janë 39-48, plus 9 pra Vllaznia. Bernard, Hysa, edhe dhe Gerik që gjuan dhe shënon, realizon. Kujtojmë që Reeves, pra që u dëmtua në pjesën e parë, është aty në storin e Beslidhjes me uniform, nuk e di nëse do të kërkoj të sakrifikoj dhe të luaj. Ja dhe Walton që u kthye sepse në periudhën e dytë ai u zëvendësua prej personaleve. Pra e zëvendësoi trajneri i tij që ta ruante për më tej dhe Jaku shënon për 2 duke çuar tani në 9+41 me 50. Ka faul, ja të shikojmë Balliu, kujt ja ka ngarkuar. Është nuk ishte fort e qartë, Walton besoj. Nuk është Walton, është Arnold. I është ngarkuar ati, e ka fallin e tretë. Ndërkohë Gerik, saktë parën, 42 me 50. Shkojmë tani dhe gjuhën e dytë. Dhe sakt, Gerik, interesant. Tani po merr përsipër, jo më kote përmenda pjesën e Reeves, sepse tani që ai është i dëmtuar. Gerik absolutisht do të kthehet në shënuesin kryesor. Bllokohet Walton kundërsun, ja Gerik edhe një herë, cili po shkon vetëm. Ka humbur trapshin e pabesueshme vetëm për vetëm me koshin. Tu shkon tek Hamadi, fort pasi, Gerik e ka dhe provon madje pasin poshtë tek Wicks, edhe ai humbet gjuetjen. Por ndërkohë do të ketë dy gjuhë të lira. E çuditshme kjo. Gerik humbet trapshin vetëm për vetëm, totalisht i lirë. Ndërkohë humbet edhe Wicks poshtë koshit. Dhe sidoqoftë do të ketë gjuhë të lira. Pra janë disa humbje të gjuhëve vetëm për vetëm me koshin që e penalizojnë shumë Beslidhjen. Diferenca me 6 pikë. Shohim tani dhe gjuhën e dytë të Wicks. Sak Wicks, diferenca me 5. Tani gati është right. Por që është marrë pushim. Vllaznia ka marrë pushim, 5 pikë diferencë. E ka në avantazhin, por që normalisht nuk është më aq komod si në pjesën e parë. 5 pikë.
Dhe merret pushimi për të ndryshuar 2-3 gjëra në pjesën mendoj për pjesën e furnizimit poshtë të topit, sepse ose ka rikuperim për interceptim nga Hamati, ose një gjuajtje jo e mirë Waltonit pak më parë. Pra gjitha këto beslidhja po i kthen në kundërsulme, po i kthen në kosha. Pra duhet jetë pak me kujdesshëm në organizim vllaznia. Ajo që funksionoi në pjesën e parë normalisht nuk mund të funksionojë shumë gjatë në gjithë ndeshjen. Pra loja 1-1 e Arnold funksionoi shumë mirë në pjesën e parë, por tani bëhet e vështirë në pjesën e dytë. Ka marrë masa beslidhja. Atëherë duhet një organizim pak ndoshta më me durim në gjithë kohën e plotë të sulmit të vllaznisë. Pra jo nxitim. Gjithashtu do thoja 3 pikshat ishin shumë pozitiv për vllaznin në pjesën e parë. Tani ende nuk ka hyrë plotësisht tek 3 pikshat si në fillim. Ndërkohë beslidhja një provë force kjo pjesë e 2, sepse mbrojtje shumë solide, rikuperon direkt kundër sulm. Mbi të gjitha beslidhja pra ka bërë rotacionin që e ka skuadrë shumë të freskët. Vllaznia 2 ndrime ka bërë, maksimumit 2 ndrime. Arnold. Shestani, bukur e pason tek Gjeçaj. Dhe aty qytetari thot hapa. Pra, po ta shikoni, është një zonë e cila ka kaluar në 2-1-2 e beslidhjes. Topin e kaloi shumë bukur brenda në qendër Shestani për tek Gjeçaj. Gjeçaj po përshtatet në atë rol, sepse ai nuk është qendër mirëfill. Po përshtatet dhe në rastin e fundit pra shkaktoi hapa. Shohim tani Hysa. Aty Hamati dhe faull. Faull që besoj do të nisë nga vija fundore. Shumë kërkues Hamati, por edhe ai nuk e ka dhe është e lehtë, sepse dhe tek ai ka gjithkohës dublim. Hysa. Ja, dhe kjo e shtyr. Është e shtyra e Memçaj, tani Taker gati në lojë, por problemi është që Memçaj është me 4 personale. 4 personale do t'ulet. Dhe për këtë po vuan tani vllaznia Memçaj edhe Walton, të dy në stol prej faullave. Hysa e kalon te Gerik. Gerik i cili provon direkt për 3. Çfarë gjuajtje ka? Direkt sa po e mori topin. Me kërci maksimale shënoi dhe diferenca ulet në 2.48-50. Vllaznia ende në avantazh me 2 pikë. Shohim kundër zonales së beslidhjes. Depërton bukur Shestani, aty Taker e kalon lart tek Arnold. Findja Arnold. Gjeçaj dhe nuk shëron kundër sulmit beslidhjes. E o kalon te Gerik. Gerik që sakt 2-3 piksha Gerik. Beslidhja kalon avantazh për herë të parë në këtë ndeshje tani në mesin e periudhës së tretë. 51-50. 2-3 piksha Gerik, vërtet çfarë klasi në gjuajt e tij, në 3 pikshat e tij. Jo më kote përmenda që ai tani duhet jetë lider në shënim dhe në fakt u përgjigj mirë tani në periudhën e tretë. Ja ku vjen gjuajtja e Arnold, sakt, edhe ai përgjigjet, sakt për 3. 51-53, vllaznia rimer avantazh me 2 pikë. Tu ndërkohë Bernard i cili kalon tek Hamati. Gerik. Weeks. Aty quajtja në hekurën e parë, dhe kështu jep mundësi tani vllaznisë sërish Arnold. Arnold e kalon tek Wright. Wright i cili po futet shkon ndërkohë për tek Taker. Taker pasin fort. Gjeçaj nuk e zotron dot, jep mundësi kundër sulmit dhe një beslidhjes me Hamatin në cep për Hysën për 3, nuk shëron. Hamati fuqishëm shumë dhe nuk shëron për 2, aty poshtë vë një dorë Weeks dhe barazon lojën. 53-53. Ja ndërkohë depërtimi. Aty Taker nuk shënon me të majtë, po ka faull. Erdhëm në barazim pra.
Erdhëm në barazim në një ndeshje që Vllaznia ka patur të qetë, të sigurt avantazhin në pjesën e parë deri në 12 pikë. Shohim tani Tucker. Saktë parën Vllaznia me 1 pikë avantazh. Ndërkohë e dyta e sakt, pra me +2, 53-55, +2 Vllaznia. Ja dhe Bernard. Bernard reziston, por në fund ka faull. Ka faull, do të ketë 2 gjuhët e tjera për Bernard. Ndërkohë që nga soli Vllaznis tek gjyqtari Balliu protestojnë. Sakt ndërkohë dhe afrohet me 1 pikë Beslidja, 54-55. Ja të shikojmë dhe të dytën. Po, vjen barazimi dhe një. 55-55. Të përka Shestani. Arnold me Shestanin. Arnold nuk e provon për 3. Po e luan 1-1. Pasin të Shestani. Shestani cili po të vërton dhe në fund gjuhetja e Wright për 3. Nuk shënon. Nuk shënon dhe pasi fort. Hysa. Oh, Hysa! E veçantë kjo si e ka kapur atë top të vështirë dhe e ka shënuar dhe +2 Beslidja 57-55. Tu ndërkohë kalon dhe herë tek Tucker. Ndërkohë vjen gjuhetja e Shestanit dhe Vllaznia është tani e çorganizuar. Ndaj kësaj zonale e të Beslidjes nuk ka asnjë përgjigje. Sepse po tentojnë shumë nga larg, nuk po i përgjigje 3 pikëshi. Edhe Hysa. Topi tek Amati. Amati si në fund, Gjuan nuk ka kosh, po do të ketë 2 gjuhet e tjera. Ja dhe shikoni momentin se si e ka marrë Crown aty. Në fakt, edhe kjo dora e majtë Amatit është pak e dyshim. Engel bëhet gati. Sakt parën. 58-55 +3 Beslidja. Ndërkohë dhe dyta e Amatit. Arrin ta shloj. Kështu që shkon në +4 Beslidja. Tani Engel në lojë dhe zëvendësohet Gerik. Gerik ishte në formë shumë mirë. Ja dhe Arnold. Arnold për tek Shestani. Shestani pas fintes, pasin tek Tucker, bukur. Dhe ka faull. Por jo vetëm kaq. Gjyqtari thotë që ka dhe një 2 pikësh sepse topi është prekur, ja, shikoni edhe një herë. Është faulli. Pra ka 2 gjuhet e lira, jo 2 pikësh. Jo, vetëm 2 gjuhet e lira. Vetëm 2 gjuhet e lira, pra 59-55. Sepse topi nuk është prekur, nuk është larguar në trajektore sipër. Kështu që jemi tani me 3 pikë diferencë. 59-56 +3. Të dytë nuk e shënon Tucker, topin e merr Shestani, por e merr dhe Engel. 3-1, 3-2, Engel vet nuk shënon. Topin e merr Gjeçaj, ecën përpara Tucker. Tucker i cili e kontrollon me vështirësi mes 2 lojtarëve, futet në fund Gjuan, kërkojnë dhe hapa nga stoli Beslidjes. Një gjuajtje sa me egoizëm e çuditshme, kishte mundësi më të mirë. Engel. Aty topi tek Hysa, Hysa i cili provon për 3, sakt. Realizon Hysa, çfarë periudhë po luan. 62-56 +6 Hysa, +6 Beslidja me koshet e Hysës.
Edhe Shestani. Ndërkohë Gjeçaj. Shestani. Shkoni tani Wright, kërkon Shestani, ishte i lirë. Ndërkohë Arnold e provon për 3, po nuk shënon. Aty poshtë Gjeçaj për 2, gabon. Gabon po shkoshit. Edhe një Bernard. Bernard rrotullohet Gjuan dhe nuk ka kosh, ka vetëm faull. Intensiteti është rritur, po dhe fallet janë rritur shumë. 2 gjuhet e lira. $62.56 plus 6 Beslidja. Pra e ka nisur Beslidja këtë period me -5 dhe tani është me +6. Ka shënuar këtë period, pra deri tani Beslidja 23 pikë. Ku mbetën dhe 2 minuta 39 sekonda. 23 pikë deri tani. Më pak. Vllaznia ka shënuar 12 pikë. Pra kjo period deri tani është 23 me 12 për Beslidjen. Dhe gjithsej pra 62.56. Sot pak e veçantë kjo gjyqet e lira të Beslidjes kanë humbur jo pak. Ja dhe e dyta. Shënon 63.56. Ullet Bernard pra ndrohet, është futur Prodani. Arnold. Dhe në fund Gjuan. Aty nuk ka mundur do të shënoj, po shkoshit Takeri. Sulmi dhe një për Beslidjen. Amati në cep tek Engel. Engel i cili provon për 3 dhe sak. 3 pikë shiti 3. 66.56 Beslidja shkon në +10. Shestani, Arnold. Vazhdon në mbrojtje zonale Beslidjes, ja Engel, vodhi topin. Po e kanë sërish 4-2. Hysa vet, depërtimi i sak. Çfarë loje Hysa, tani në periudhën e tretë. Sa energjik është, sa frymëzues është për ekipin e tij. Perioda e tretë, çfarë nuk ka bërë, depërtime, interceptime, 3 pikësh. Nga tjetër përgjigja vjen, Shestani realizon 68.59 plus 9 Beslidja. Prodani cili pason të Kamati, por ka ndërhyrje. Duke dalë jashtë dhe i takon edhe një Beslidjes me 13 sekonda. E ka marrë Prodani nga vijasore. Shkrim tani Engel. Tu dhe një Hysa. Hysa kërkon 3 pikshin. E Gjuan. Nuk e shton. Dhe e ka marrë. Mirë tani Arnold. Kundër sulmi që kalon direkt tek Taker, po Taker pak ndoshta jo fort i lidhur me lojën. Her pas here në dyshim çfarë të bëj. Arnold Gjuan dhe nuk shënon. E ka marrë Engel. Prodani. Ja dhe Hamati. Ndërkohë Hysa. Shkon tani tek Bowers. Bowers aty poshtë për Hamatin. Hysa provon gjuajtjen për 3. Hysa. Ka një emër perioda 3. Është absolutisht Hysa. Një super angazhim nga ana e tij. Çfarë loje Hysa. Do të ndrohet ndërkohë Hamati, në lojë do të jetë Hajdari. Super paraqitje. Ja dhe një 3 pikëshi. Por është perioda e tij. Vetëm këtë periudhë ka shtuar 2-3 piksha, diku 3 depërtime, interceptime të tjerë. Ja dhe njerë gjuajtja Wright, nuk shënon 71.59. Vllaznia po sulmon me vetëm një mënyrë, nuk ka asnjë plan B. Vetëm me këtë gjuajtje për 3. Dhe nuk po arrin do të shënoj. Prodani për 2 shënon. 73.59. Ndryshoi loja jashtëzakonisht shumë nga pjesa e parë tek e dyta. Plus 14 tani Beslidja. Shestani. Pasi poshtë, Wright, blokohet.
Dhe ka dhënë faul gjyqtari. Një faul pak i diskutueshëm ky. Grazhdani gati për lojë tani. Ndërkohë që është zëvendësuar Weeks, është zëvendësuar Bowers. Saktë para Wright. Realizon Wright, 73-61, 12 pikë diferenca. Ndërkohë mbyllet kështu kjo periudhë e tretë. Nuk ishte kohë, ndaj dhe erdhi kjo gjuajtje e tillë. Dhe tani mbeten vetëm 10 minuta. 10 minutat e periudhës së katërt që Beslidja shumë e freskët do thoja, dhe kjo u pa në këtë periudhë të tretë nga mënyra se si mbrojtën, si u nisën në kundërshtim gjithkohës. Shumë ritëm i lartë që mendoj Vllaznia e ndjeu lodhjen. Vetëm 2 ndrime gjithë ndeshjen është e pamjaftueshme. Ndërkohë që Beslidja i aktivizoi pra Bilalit të gjithë lojtarët, të gjithë kontribuan, por kjo periudhë e tretë ishte e shkëlqyer për Hysën, sepse është ai lojtar që unë e përmenda në pjesën e parë që Beslidja ka nevojë, sidomos në atë periudhë të parë kur shëroi vetëm 10 pikë, kur kishte vetëm 7 pikë në 8 minutat e para. Pra, me ato 10 pikë në periudhën e parë, kur hyri Reeves dhe po e përmendja që duhet një lojtar tek Beslidja që të marrë lojën përsipër në një moment vështirë, siç ishte. E filloi Gerik këtë periudhë të tretë mjaft mirë me koshet e tij. Në fakt u ndrua në një moment që ishte shumë mirë dhe ishte në formë. Kjo ishte pak me pikpyetje, por Hysa mori ai totalisht rolin e liderit dhe e justifikoi plotësisht këtë besim të trajnerit, sepse kujtojmë ka shënuar 13 pikë. Është 3 nga 4 për 2 dhe është 2 nga 5 për 3. Hysa ka gjithashtu dhe 6 asiste dhe 3 topa në tabelë. Janë disa lojtarë interesant, Hamati 10 pikë, 9 topa në tabelë, 3 asist. Është Weeks me 8 pikë, 8 topa në tabelë. Ndërkohë do të veçoja tek Vllaznia Arnold me 23 pikë, ka dhe 6 topa në tabelë dhe 2 asist. 23 pikë Arnold. Ndërkohë pjesa tjetër do thoya pak më ekuilibruar. Gjeçaj është me 8 pikë, 8 topa në tabelë. Pjesa tjetër dikush 7, dikush 8 pikë, dikush 5. Dhe nisim tani periudhën e 4 dhe të fundit plus 12. Është Beslidja 73-61. Nis pra periudha e 4. Dhe Vllaznia është Beslidja është vetëm 10 minuta larg finales, nëse do ta mbajë këtë avantazh. Ndërsa pas pak në këtë sallë, pra do të luhet edhe gjysmëfinalja e dytë e U18-s mes Dinamos dhe Beslidjes. Vjen gjuajtja e saktë, është Hajdari, shënon për 3. Pra 76-61 plus 15 tani Beslidja. Një ndeshje kjo me 2 fytyra. Pjesa e parë Vllaznia në avantazh me 2 shifra dhe tani është totalisht Beslidja. Shestani. Walton. Top në cep. Shestani sak për 3. E sak. Dhe diferenca është ulur në 12-1, 76-64. Ndërkohë, pasi gabuar ndoshta apo mos rikuperim, kundërshtuin 3-1, Memçaj nuk shënon. Po Shkoshin nuk shënon. Edhe një aty është Engel për të 4, po. 4-3 piksha sot. Josh Engel. 4-3 piksha. E ka marrë edhe një Arnold Shestani. Pra plus 15 sërish 79-64. Beslidja në avantazh.
Lartë tani edhe njerë tek Arnold. Tucker provon për 3. Nuk shiron, Walton aty poshtë. Nuk ka kosh, po ka faul. Faulli është shkaktuar më përpara. 2 gjuhë dhe lira ndërkohë. Saktë e para. Diferenca me 14 pikë, 79-65. Realizohen pra Walton. Ullet të 13 pikë diferenca. Prodani, Engel. Prodani. Në fund aty poshtë te Grashdani. Edhe një rikuperimi Vllaznis. Shestani me Waltonin. Walton, por e ka vjedhur Engel. Sa interesant, interceptimi 3, edhe shënon dhe këto 2 pikësh. I palodhur Josh Engel. Tu e ka marrë dhe Shestani. I tjerë kalon lartë dhe tek Arnold. Arnold tek Tucker, provon 3 pikshin. Po provojnë shumë atje, shumë për 3. Por 3 pikshi i ka braktisur prej kosh, sidomos amerikanët. Ndërkohë, mbrojtje e mirë rikuperojnë sërish. Faul nga ana e Hysës. Një pengim i pavullnetshëm. Me shumë fair play Hysa shkon dhe jep dorën. Tuckerit nuk ka asgjë për t'u nervozuar. Tucker e mori pak ndoshta si të qëllim, po nuk ishte ashtu. I takon Vllaznis. Vllaznia po mbron mirë, po rikuperon topa. Problemi është që po synon vetëm në një mënyrë, vetëm me gjuhët për 3 dhe ato nuk janë fort efikas. Shestani po, ai vazhdon të shënoj. Robert Shestani, ndërsa qoftë Tucker, qoftë Arnold nuk po sjellin më 3 piksha. 81-68. Prodani. Ndërkohë, aty në fund nuk arrin dot Grashdani. Topin e merr sërish. Prodani, Gjuan. Nuk shënon. Kështu që 21 Vllaznia. Pra, po thyen sulme. Kjo është e rëndësishme për ta. Ndërkohë edhe këtu ka faul. Ajo çfarë duket më e vështirë për Vllaznin është që të depërtojë në zonë. Kjo sepse mbyllja e korridoreve, ja shikoni, mbyllja e korridoreve nga Beslidhja, pra me dublimet lartë, ja bën të pamundur me këtë zonë që është shumë e vështirë. Mirë, po Vllaznia e përmenda nuk ka një plan B se si ta sulmoj këtë kundër zona, pra këtë zonë, pra si të provoj kundër zonës. Ose ka kërkuar 3 piksha, ose loj 1-1. Që loj 1-1, Beslidhja e mbyll shumë mirë me dublime. Ka dhe një Arnold. Memçaj. Arnold. Ja dhe gjuetja. Tjetër gjuetja për 3. Jo e sakt. Asnjë variant kundër zonës, pak e çuditshme. Ndërkohë ka faul, 6 minuta 26 sekonda mbeten, plus 13. Është Beslidhja 81-68. Ndërkohë Prodani. Asaj nuk shënon për 3, topi del jashtë. Gjithë tope që rikuperoi tani në periudhën e 4, Vllaznia duhet kthente të paktën një pjesë të tyre në kosha, do të ishte okay. Shestani. Ndërkohë Gjuan po jo mirë, Memçaj. Dhe ndërkohë ka shënuar Walton. 81-70 plus 11 Beslidhja. Prodani. Engel, topin tek Hysa. Jaku është edhe një Prodani. Hysa me Grashdanin. Grashdani aty poshtë. Dhe faul. Fauli Waltonit që
Ja të verifikojmë sa është numri, po 5. E mbyll me 5 personale. Walton nervoz dhe e ka me Grashdanin. E mbyll me 5 personale. Kujtojmë që me 4 është edhe Memçaj. Grashdani nuk shënon të parën. Ja të shikojmë tani dhe dytën. Nuk shënon. Dhe Vllaznia ka një tjetër mundësi. Arnold. Aty gjuan direkt Shestani për 3, nuk shënon. Arnold. Memçaj. Dhe depërtimi i ka sjell këto dy gjuhet e tjera. Pra 11 pikë diferencë, 5 minuta 29 sekonda. Jaguar Eurostepi pra që gjeti edhe këtë faul. Dhe tani do të ketë pra dy gjuhet e tjera. Këtu Bilali e kupton që diçka nuk po shkon, sepse diferenca ishte deri në 15 pikë, tani mund të ulet sërish dhe po kryen 4 zëvendësime një herësh. 4. Hamati, Weeks, Gerik dhe Bryant. Pra Brian Bernard. Shënon Memçaj. 4 ndrime. Vetëm Engel qëndron, 4 të tjerët ulen. E ka marrë tani Bernard. Pra 10 pikë diferencë, 81-71. Gerik. Nuk ka shtuar por ndërkohë. Shikoni sa topa ka rikuperuar. Nuk është rastësi kjo, po mbron mirë Vllaznia. Tucker për 3. Tucker nuk shënon. 3 pikë i tmerrshëm. Mbrojnë mirë, por nuk shënojnë. Ndaj dhe është ende kaq komode Beslidhja plus 10. Shohim tani Hamati. Në cep tek Engel. Engel nuk shënon. Ndërkohë që ka marrë Arnold. Ecë përpara. Kundër sulm, mund ta shfrytëzoj vet. Të riqet ka Gerik përballë. Shkon tek Shestani. Për 3 Shestani nuk shënon. Aty në tabel Hamati rikuperon. Ecë përpara dhe faul nga Tucker. Faul i tretë i Tucker. E ka marrë tani Bernard. Shkon tek Hamati. Dhe aty ka një goditje me sa duket. Ka faul në sulm. Është Gerik. Faul i takon atij. Faul e lën pa top në dëm të Gjeçajt. Topi takon edhe një herë Vllaznis. Më pak se 5 minuta tani, 4 minuta 20 sekonda, 10 pikë. Nuk janë shumë, por Vllaznia duhet gjejë një mënyrë se si të shënoj. Sepse kjo periudhë e 4 pra është shumë e varfër në pikë, sa të lehtë kishin të shënonin pjesën e parë, 3 pikshat po funksiononin. Të që sa përket përqindjeve të 3 pikshave, Vllaznia ka shënuar 7 3 piksha nga 28 tentativa dhe është me 25%. 25% është me 3 piksha Vllaznia. Pra sigur ndoshta pak mbi 30% do të ishte më mirë. Ja dhe bloku ndaj Gjeçajt. Engel. Lart dhe njërë tek Bernard. Bernard aty tek Engel. Pasin tek Weeks. Weeks aty përballë ka Gjeçajn. Në fund ka faul, po ka një të shtyr nga Gjeçaj me trup, kështu që do të ketë gjuhet e tjera. Gjeçaj, shikojmë edhe ai ulet.
Pra dhe ai me 5. Lojtari 2 që del me 5 tek Vllaznia. Futet të right. Futet të right dhe do të shikojmë nëse dhe Memçaj plotson 5 personale, kush do të aktivizohet më tej në një nga djemtë të rinj që janë në stol, pra që nuk janë aktivizuar ende. Right, Arnold. Ndërkohë Memçaj provon për 3. Dhe shënon në tabel. Ja 3 pish i parë pas kaq tentativash për skuadrën. 83-74. Diferenca me 9 pikë. Bernard, fare lehtë. Fare lehtë, shënon për 2 dhe kalon në plus 11 tani Beslidja 85-74. Arnold. Ndërkohë që një blok i pastër ndaj Tucker. Engel, pasim përpara për Gerik. Gerik, po zhytja. Realizon duke qenë në plus 13. 87-74. 3 minuta kanë mbetur nga kjo periudhë e 4 dhe Krejt Hakimi. Beslidja nuk ka marrë ende asnjë pushim të pjesë të dytë, ndërsa Vllaznia ka marrë 2 dhe ka dhe 1 për të marrë dhe 1 të fundit. Nesër do të jetë finalja e femrave e dyta në Aslan Rusi në orën 19 mes Tiranës dhe Flamurtarit dhe javën e ardhshme. Ndërkohë të dielën rikthehet gjysmëfinalja mes Apollonis dhe Teutës e 4-ta dhe javën e ardhshme pra me shumë mundësi do të kemi dhe finalen e parë të meshkujve. Të mërkurën do t'jetë finalja 3 të femrave në Vlorë. Pra i gjitha varet nesër çfarë do të ndodhë. Nëse Flamurtari fiton nesër në Tiranë, atëherë treta mendoj mund të jetë një formalitet në Vlorë të mërkurën. Ndërsa tek meshkujt finalet pra do të nisin pra me shumë si javën e ardhshme dhe ende të paktën në çiftin tjetër mes Teutës dhe Apollonis ende nuk mund të japim një parashikim, është shumë çifti e ekuilibruar, jashtëzakonisht. Ndërsa këtu kam përshtypjen që me 3 minuta që mbeten plus 13 Beslidja, ndoshta Beslidja po i drejtohet fitores. Do të jetë viti i 3 radhës që Beslidja do të shkojë në finale. Arnold, Tucker. E ka marrë Engel. Sulmi Beslidjes e luajnë qetë tani, luajnë me kohën, nuk nxitohen. Ja dhe njerë Engel, topi poshtë tek Amati. Amati edhe faull mund të kishte. Ndërkohë ka Gerik. Engel. Aty poshtë tek Weeks. Weeks për 2 dhe shënon. Koshtë personal, plus 15 tani Beslidja 89-74. Ndërkohë që kemi tjetër lojtar që del me 5 personale tek Vllaznia. Loj Kopliku dhe ulet Arnold. Ka bërë ndeshje mjaft mirë sot. Ndoshta mund kishte provuar edhe pak tani në periudhën e 4. Por që edhe lodhe ka për të vetën. Shestani nuk ka shënuar. Në gjithë Arnold vërtet që ishte një përforcim shumë i mirë, shumë interesant për Vllaznin. Këtë vit dhe e mbylli pra me 23 pikë, 6 tomate me 2 asist, largohet dhe Shestani.
Gati tani dhe lojtarët e rinj që nuk janë aktivizuar. Është, kujtojmë, Tafa, Bujar Tafa për ekipin e Vllaznisë që futet. 2 minuta kanë mbetur. Edhe Beslidhja do të kryej zëvendësimet, do të futet Grezhdani, Hajdari, Hysa, Prodani. Zëvendësohen 4 lojtar. Po dhe Alimani. Edhe Prodani, pra 5 lojtarë dolën, të 5 u ndruan tek Beslidhja. Ndrime tani që kuptohet janë ndrime edhe për fair play ndaj kundërshtarit, sepse tashmë rezultati është fiksuar. Gjuajtja për 3, shënon Kopliku, shënon për 3, 91, 74. 77, korrigjoj, 91, 77. Vllaznia po aktivizon ja edhe Memçaj me 5 personale. Do tjetë Angelin Guri që do të aktivizohet pra tek Vllaznia. I gjithë grupi djemve të rinj aktivizohet tani në fund. Dhe një pjesë të tyre pra të lojtarëve që ulën për shkak të 5 personaleve, sepse doli Gjeçaj, doli Arnold, doli Walton, doli edhe Memçaj, 4 lojtarë. 4 lojtarë dolën me 5 personale. 92-77. 1 minutë e 40 sekonda nga përfundimi i këtij takimit. Beslidhja po i drejtohet finales, pra me qenë përgëzime për Vllaznin për sezonin që pati. Ju kujtoj për gjithë sportdashtit dhe basketbolldashtit që po na ndjekin, vetëm pas pak, rreth 1 orë më pas, ne do të kemi një tjetër transmetim nga basketbolli që i takon Euroligës, mos e humbisti, Real Madrid Bayern Munich. Një super ndeshje, është në fazën play-in, një nga këto 2 skuadra do të hyjë në play-off sot dhe tjetra do të eliminohet, që mos e humbisni në orën 20:45 do të jemi sërish live në RTS Sport. Ndërkohë, takimi ynë pra pak a pak po i vjen fundi, minuta e fundit, 92-79, udhëheq Beslidhja, shënon Grezhdani, 94-79. 50 sekonda. Kopliku për 3, Gjuan, nuk ka shënuar, Kamara Hajdari. Prodani, top direkt atje dhe në fund Alimani, ka faul ndaj Alimanit. Do të vijojnë ndrimet pra me djemë të rinj që nuk kanë luajtur ende. Wright dhe Tucker ulen dhe për Vllaznin do të futet Edon Kuçi, gjithashtu dhe Izlaid Shabaj. Pra të 5 lojtarët që janë tani për Vllaznin në fush janë djemë të rinj që janë bashkuar nga moshat, nga U18 dhe aktivizohen tashmë në fundin e këtij takimi dhe ata lënë shenjë në këtë gjysmë finale. Shabaj, Kopliku, 20 sekonda kanë mbetur. Kopliku që e mban topin dhe nuk sulmon më, pra po mbyllet kështu me shtrëngim duarsh nga të 2 skuadrat. Derbi Veriut e mbyll këtu serinë e gjysmë finaleve. Beslidhja kualifikohet në finale, sot e fiton 95-79 dhe mbyll serinë pra 3-0, duke u kualifikuar në finale për të tretë vit radhësi për të pritur fituesin e çiftit tjetër mes Teutës dhe Apolonis. Miq, falenderoj që na keni ndjekur në këtë sfidë të kampionatit shqiptar të Superligës së Shqipërisë në gjysmë finale. Ndërkohë që do të kemi një shkëputje pra prej disa minutash dhe ju rikujtoj në 20:45 Real Madrid Bayern Munich Euroliga, kompeticioni elitë europian i basketbollit, drejt për drejt në RTS Sport pas pak. Deri në transmetimin e ardhshëm, bashkë mirupafshim.